duhet vazhdojmë të zgjerojmë sistemin tonë të aviacionit civil. Të gjithë janë të informuar për disa vonesa të shkaktuara jo për shkak të shtetit apo për ndonjë fatkeqësi natyrore, por për shkaqe tërësisht të brendshme të kompanisë në aeroportin e Vlorës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndërmarrë hapat e duhur në këtë drejtim dhe objektivi ynë mbetet i palëvizshëm që aeroporti i Vlorës, një tjetër aeroport ndërkombëtar me potencial shumë të madh, do të hapet me patjetër dhe nuk do të jetë pre e mosmarrëveshjeve brenda kompanisë. Jemi në fazën e përgatitjes fundit për të çelur garën për aeroportin e Gjirokastrës, i cili do të jetë ndryshe nga Tirana dhe Vlora një aeroport turistik dhe kryesisht sezonal, dhe pa diskutim që nuk kemi asnjë arsye të heqim dorë nga zhvillimi i mëtejshëm i aeroportit Kukësit, edhe pse kur vjen puna tek marrëveshjet për linjat ajrore, ato janë marrëveshje private që zhvillohen në një nivel të interesit të kompanive dhe të vetë aeroportit. Dhe